Në tweetin e Trumpit ishte një përkushtim në stilin e tij, në cilin ai atakonte paraardhësin e vet, në lidhje me marrëveshjen e Washingtonit. Sipas jush, cili ishte nën teksti, çfarë nën kuptonte ai për vendime të gabuara, dhe e dyta, një kolegu jon, Mero Baze, linte të kuptojë që ky ishte një tweet pamendje, jo shumë i vëmendshëm, jo shumë i përqendruar i Trumpit. Trumpi nuk e ka mendjen te Kosova apo te Ballkani. A ndani dhe ju këtë përfundim? Po, edhe unë i qëndroj më shumë këtij përfundimi, sepse zoti Trump është i paparashikueshëm në postimet e tij në përgjithësi. Sigurisht të gjitha kanë një fokus kryesor që është të tërheqë vëmendjen, dhe çfarëdo lloj lajmi i ri që mund të dalë është i vlefshëm për të, vetëm për konfliktin në fjalë, domethënë që po zhvillohet, pra luftën ndërmjet Izraelit dhe Iranit, është shprehur me 3 forma të ndryshme brenda 24 orëve. Mendoj që mënyra më e mirë për ta përcaktuar këtë gjë do të jetë veprimet e administratës amerikane në muajt në vijim, nëse do të ketë një vëmendje të shtuar karshi Kosovës apo jo. Në të kundërt, unë mendoj që është thjesht një nga ato tweetet për të tërhequr vëmendje, për të goditur përsëri ish kundërshtarin e vet politik, pra ish presidentin Biden, dhe për të qenë prezent, pra relevant, koherent me lajmet e reja.